Valle shqiptare për 8 ditë me radhë do të tundë skenën spanjolle të Murcias në Spanjë në festivalin folklorik që do të mbahet në këtë qytet. Grupi shqiptar do të konkurrojë mes 20 ansambleve nga 5 kontinentet e botës. Ansambli Albanian Folk Dance, që kryesohet nga Arjan Suknishi, nga data 2 deri në 10 shtator do të performojë muzikën tradicionale më përfaqësuese nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Programi janë disa numra, sepse aty është i reduktuar, kështu nuk është një fiks, domethënë vetëm një moment ka që është në 40 minuta program një ditë, domethënë. Por është program këngë dhe valle të cilat tashmë kanë hyrë në fondin e artë të folklorit shqiptar, që janë garantuara që sjellin spektakël, që sjellin vlera artistike, por që sjellin edhe vlera etnofolklorike. Ndërsa për sa i përket muzikalit të parë shqiptar, Rituali i jetës, pas suksesit që pati në Shqipëri, shfaqja do të udhëtojë në disa vende të Evropës. Tashmë ne po përgatitemi që në muajin shtator të fillojmë një turne nëpër Maqedoni, ka të shfaqje. Pastaj jemi në bisedime të reale që me ambasadën e përfaqësuesin e Estonisë në Shqipëri. Dhe shpresojmë shumë që në dhjetor kjo televizji për në Francë. Autorët kanë ndërthurur në shfaqjen Rituali i jetës, bashkëkohore dhe tradicionale. Vepra është e konceptuar si një rrugëtim me jetën dhe është e ndarë në 3 dimensione që përcjell etapat kryesore të njeriut, siç janë lindja, martesa dhe vdekja.